Një ditë pas plagosjes së ndodhur në qytetin e Kukësit, dy vëllezërit Fatri dhe Ndriçim Izeberi, të moshës 38 dhe 39 vjeç, të shpadhur në kërkim janë vetë dorëzuar paraditën e kësaj të hëne në policinë e Kukësit. Sipas hetimeve paraprake, dy vëllezërit u përfshinë një konflikt fizik me shtetasin Sadik Kapica, 65 vjeç, për motive të dobta në një zonë të njohur si dëshmorët. Gjatë përplasjes, policia dyshon se Ndriçim Izeberi e ka goditur 65 vjeçarin me qytën e një armë zjarri pistolet. Sipas autoriteteve, nga pakujdesia, arma është shkrepur duke e plagosur rënd edhe shtetasin Amarildo Cena, 36 vjeç, i cili nuk ishte lidhje me konfliktin. I plagosuri u transportua me urgjencë drejt Spitalit Universitar të Tramos në Tiranë, ku po merr mjekim dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pas vetëdorëzimit, policia ka vënë në pranga Ndriçim Izeberi, ndërsa vllai i tij, Fatri Izeberi, banues në Kodër Lum, është proceduar penalisht në gjendje të lirë. Në cilësinë e provës materiale, autoritetet kanë sekuestruar armën e zjarrit që dyshohet se është përdorur gjatë ngjarjes. Hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të konfliktit vijojnë.